Bëj gati, të atje. Shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt të ndeshjes miqësore në basketbol midis ekipit të Bashkimit dhe Sigal Prishtinës BC-s. Çereku i tretë i takimit për shkak të ndeshjes miqësore nuk është kryer ai formaliteti i pushimit më tepër se 5 minuta dhe ne tani po përcjellim çerekun e tretë ku lojtarët e skuadrës së Bashkimit kanë shënuar 2 pikë, por gjithashtu edhe skuadra Sigal Prishtinës ka shënuar 2 pikë dhe rezultati është në çerekun e tretë. Tani pas këtyre 2 pikëve 4-2 pasi shënoi atje kapiteni Edmond Azemi 4-2. Ndërkaq rezultati i përgjithshëm është 5-1-42 dhe menjëherë ka ndërhyrë trajneri Katalinski duke kërkuar 1 minutë pushim për skuadrën e tij sepse ishte i pakënaqur me fillimin e çerekut të tretë. Në ndërkohë, ne të nderuar shikues ju informojmë se në edicionin e kaluar skuadra Bashkimit arriti të jetë në pozitën e 6 të tabelës së klasifikimit, ndërkaq Kosova dhe Mitrovica, 2 skuadrat ishin të fundit në tabelën e klasifikimit. Kosova në play-out arriti të mbetet në elit. Në anën tjetër Mitrovica u përshëndet, kurse në vend të saj si vjet është inkuadruar Drita nga Gjilani. Edicioni si vjetëm e thash më herët në basketbol është shtyrë për 1 javë, ndërsa në javën e parë të këtë Superligës që zhvillohet pas 1 javësh, pra në 15 dhe 16 të këtij muaji, skuadra Bashkimit do të udhtojë në Mitrovic ku do të përballet me skuadrën e Trepçës. Pastaj çiftet e tjera janë Kolegji Universi Bambi, nëse Bambi besojmë që është rreshur nga gara. Takimi tjetër është Kosova Drita dhe Sigal Prishtina BC-ja. Në javën e dytë skuadra e Bashkimit kam duke në javën e tretë Bashkimi Sigal Prishtina do të takohen këto 2 skuadra në javën e tretë, pra Sigal Prishtina dhe Bashkimi do të përballen këto skuadrat në kuadër të kampionatit të Kosovës në basketbol. Mirë, të përcjellim tani këtë ndeshje miqësore, të shohim se si do të rrjedhë loja këtyre 2 skuadrave. Në anën tjetër basketbollisti Sissoko ka shënuar pikën e tij të 6, 2-53-42, nuk arrin të shënoj Besnik Podgorica. Shaptaovici, Spaci nuk tenton të shënoj për 3 pikë. Shaptaovici gjithnjë ka përballë Muhamet Hasanin. Do e barabartë në çerekun e tretë deri në këtë çaste, shohim se do të rrjedhë në vazhdim Shaptaovici. Edhe pa kohë, 2 sekonda duhet të lirohet nga krahu. Ka tentuar në sekondën e fundit të shënoj, por nuk ishte i saktë Samir Shaptaovici. Në anën tjetër është Bihina Atangani tani që është në fush. Hasani. Podgorica mundua të asistoj për kapitenin Edmond Azemi. Nuk ka arritur të shënoj as për treshë Muhamet Hasani. Mbetet në kuotën e 12 pikëve.
lojtari më efikas në radhë të skuadrës së Prishtinës, nuk ka arritur tani atje të bashkëveprojë Shaptahovici me basketbollistin Sissoko, e në anë tjetër ky i fundit shkakton ndërhyrje të parregullt në fazën e sulmit. 6 minuta 44 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Skuadra e Bashkimit është në përsi 53-42. Azemi, Hasani, është qetësuar disi edhe publiku pas baraspeshës së lojës në parket. Atje tani në mes të shumë lojtarëve tenton të shënoj Fisnik Rugova, mirë po i penguar. Në vijën e gjuajtje të lira do t'jetë Fisnik Rugova, cili ka shënuar gjithsej 7 pikë, 5 të realizuara në çerekun e parë dhe 2 pikë në çerekun e tretë. Në tentimin e parë nuk ka arritur të shënoj. Në tentimin e dytë shënon pikën e 8 Fisnik Rugova, 53-43, 10 pikë përsinit të mirë të skuadrës së Bashkimit. Shaptahovici, Spaçi, tenton për treshë Spaçi, atje nuk ka arritur të shënoj, kundër sulmi shpejt, nuk ka ndërhyrje të palejueshme, vazhdon loja. Tani me depërtim individuale mundua të shënoj Edmond Azemi, por i pa sukses shumishme. Edhe një Azemi tenton për treshë tani Edmond Azemi, i pa sakt, më i lati në kërësi Martin Gashi. Shaptahovici, manovrimi mirë i tij. Dhe në anën tjetër shënon pikë i penguar basketbollisti Stefan Hajnes, pika 6 e tij plus një gjuajtje të lirë. E shihni pra ka shkaktuar gabim personal Fisnik Rugova. 55-43. Fisnik Rugova shënon edhe 2 pikë të reja, 10 pikë gjithsej të Fisnik Rugovës, 55-45, 10 pikë e përsi. Spaçi ka gabuar tani lojtarët e Bashkimit, mundësi për Hasanin të ngushtojë përsin. Blokadë suksesshme tani e Stefan Hajnesit ndaj Hasanit. Në anën tjetër, po ky basketbollist shënon pikën e tij të 8 dhe ka ngritur në këmbë tifozët e Bashkimit, posaçërisht arbaxhikët, të cilët të kënaqur së pari me blokadën, ja e shihni ndaj Hasanit e pastaj me pikët e realizuara. Hasani, Fisnik Rugova, bukur është shmangur atje nga krahu dhe në pozitë vallore ka shënuar Fisnik Rugova dhe 2 pikë të reja. E shihni pa pikërisht ky basketbollist shënoi pikën e tij të 12. E tani një minutë pushim ka kërkuar sërish trajneri i skuadrës së Bashkimit Katarlinski dhe ne pas një bloku të shkurtër marketingu rikthehemi në transmetim. Po t'i lemro mëra mua, se unë pritë që më lemru. Po? Shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në transmetim të kësaj ndeshje miqësore të basketbollit midis Bashkimit dhe Sigat Prishtinës BS.
Jemi në sherekun e tretë, kanë mbetur edhe 4 minuta 16 sekonda në fund të kësaj periudhe. 57-47 është rezultati në të mirë të skuadrës së Bashkimit. Ja tani tenton nga krahu i djathtë Shaptaovici, mirë po nuk arrin të shënoj. Mundësi kundërsulmi për ekipin e Sigat Prishtinës nga krahu i djathtë është penguar kapiteni Edmond Azemi, që nuk u lejua të shënoj, prandaj do të jetë në vijën e gjuajtje të lira, e gabim personal shkaktoi Stefan Hajnes. Gabimi i tij i dytë personal në këtë takim. E në vijën e gjuajtjeve të lira është Edmond Azemi, që deri më tani ka shënuar gjithsej 4 pikë në tentimin e parë, nuk arrin të shënoj Edmond Azemi. As në tentimin e tij të dytë nuk shënon. Mbetet rezultati 47 me 57 në të mirë të ekipit të Bashkimit. Shaptaovici. Hajnes u mundua ta shërbej Artin Gashin, por pa sukses. Mundësi kundërsulmi tani. Granit Rugova asiston për mrekulli për Edmond Azemin, e ky shënon pikën e tij të 6 dhe ngushton epërsin në 8 pikë, 57 me 49. Samir Shaptaovici. Spaci. Artin Gashi, topi kthyer prapa. Mbrojtje e ngjeshur e skuadrës së Sigat Prishtinës. Spaci me depërtim individual nuk ka arritur të shënojë. Mirëpatje ishte afër Stefan Hajnes, duke shënuar pikën e tij të 10, 59 me 49, sërish e përsia në 10 pikë. Rugova, dalet Rugova në mënyrë të pa rregullt. Valentin Spaci ishte ai që ndërhyri në mënyrë të pa rregullt ndaj basketbollistit Fisnik Rugova. 59 me 49, edhe 3 minuta lojë deri në fund të çerrekut të tretë. Nuk arrin të shënojë Fisnik Rugova në tentimin e tij të parë. Mbetet në kuotën e 12 pikëve. Pika 13 e Fisnik Rugovës. 59 me 50, 9 pikë përsinë në të mirë të skuadrës vendese. Artin Gashi ka gabuar në pasim të topit, e ka rrëmbyer këtë top Granit Rugova, dhe atje Valentin Spaci edhe një herë ndërhyn në mënyrë të pa rregullt, nuk pajtohet me këtë vendim të gjyqtarit Urim Hasani. 59 me 50, e në vijën e gjuajtjeve të lira është Granit Rugova, i cili ka shënuar gjithsej 4 pikë, dhe të gjitha këto vetëm në çerrekun e dytë të takimit. Pika e 5, ndërsa e para në çerrekun e tretë. Edhe një tentim për Granit Rugovën, edhe në tentimin e dytë i sakt Granit Rugova. 6 pikë të realizuara, në ndërkohë 2 zëvendësime del Artin Gashi nga loja dhe Valentin Spaci, ndërsa në lojë inkuadrohet Eugen Çollaku dhe Visar Bunjaku. Trolli. Shaptaovici. Gjithnjë Samir Shaptaovici. Bunjaku. Depërtimi i tij atje nuk arrin të shërbejë si duhet, po si duket dikush prej lojtarëve të Sigat Prishtinës ka dëbuar topin jashtë vijës fundore. Topi i takon në ekipit të Bashkimit. Shaptaovici. Atje për mrekulli Shaptaovici e ka shërbyer Trollin, por ky ndalet në mënyrë të pa rregullt nga Fahri Breca, i cili shkakton gabimin e 4 personal. Në vijën e gjuajtjeve të lira është skifter Trolli, i cili ka shënuar gjithsej 6 pikë, pika 7 e tij. Në tentimin e dytë nuk ka arritur mirë, po atje
Sërish më i larti në kërcim Stefan Hajnes. Pika e tij e 12, 8 pikë të realizuara në çerekun e tretë. Kranit Rugova për mrekulli ka depërtuar dhe ka shënuar pika e 9. Shaptaovici. Edhe njerë Shaptaovici pasi kombinoi për shkurtës aty me Eugen Çollakun. Trolli nga një pozitë e vështirë nuk ka arritur të shënojë. Tani është Rugova, një pasim i mirë i tij në krahun e gjatë për Edmond Azemin, i cili ndalet në mënyrë të pa rregull. Gabimi tretë personal i Stefan Hajnesit dhe është rikthyer në lojë edhe basketbollisti tjetër Kobine Sissoko. Nuk ka arrin Edmond Azemi, nuk ja don nga vija e gjuajtje të lira, ende nuk ka shënuar pikë, mbetet në kuotën e 6 pikëve Edmond Azemi. Megjithatë në fund arrin të shënoj. Pika 7 Edmond Azemit, Shaptaovici. Hajnes. Azemi përballë Shaptaovicit, një asistim i mirë për Rovin, por aty në anën tjetër Hajnes edhe njëherë tregohet më i vëmendshmi në koshin e skuadrës së Prishtinës, Sigal Prishtinës. 64-55 edhe 1 minutë në përfundim të çerekut të tretë. Breca, Rugova, Breca njëherë. Nuk arrin depërtimi i tij, ndalet nga Hajnes, apo se nuk kanë letarët numra dhe nuk përcaktohen, po gabimi 4 personal i Stefan Hajnesit. Do të zëvendësoj tani trajneri Katalinski Hajnesin që ka 4 gabime personale. Në vjen gjuajtje të lira Breca. Pika 9 e Fahri Brecës. Të gjitha vazhdojnë të jenë pike të shënuara nga vija e gjuajtje të lira. Dhe tani atje tentoj të shënoj, po si duket para kohë ka hyrë në trapez dhe këtë nuk e pranuan gjyqtarët e këtij takimi. 64-56 dhe 47 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Shaptaovici tenton për treshat e Shaptaovici, edhe kësaj radhe i pasak Shaptaovici më i larti në kërcim Fisnik Rugova. Mundësi për të ngushtuar e përsin edhe më tej. Fisnik Rugova nuk arrin të kontrollojë topin si duhet. Atje mundësi kundërsulmi. Vendos për aksion individual i Sarbunjaku dhe përmbyll në mënyrë të tillë, duke shënuar pikën e 7 të tij. 66-56, sërish 10 pike përsi, kur ka mbetur edhe 13 sekonda, do të jetë me siguri ky aksion i zgjatur deri në fund për basketbollistët e Sigal Prishtinës. Edmond Azemi, Fisnik Rugova, bukurani për mrekulli ka shërbyer Fisnik Rugova Brecën, por ky nuk ka arritur të shënojë mirë, por nuk do të pranohen këto pikë, sepse rezultati pra çereku i tretë ka përfunduar me rezultate 66 me 56 në të mirë të skuadrës së Bashkimit. Kanë mbetur edhe 10 minutat e fundit për të parë se kush do të shënojë fitoren në këtë miqësore të basketbollit. Pasi bloku marketingun sërish rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë të kësaj ndeshjeje.
Shikues nderuar, kanë mbetur edhe 10 minuta deri në fund të këtij takimi, ku do të dihet edhe fituesi i kësaj ndeshje miqësore, ku rivaliteti këtyre dy skuadrave është mjaft i madh. E ndërkohë rezultati është 66-56 pas 3 çerekëve dhe çereku i 40 vendimtar për sa i përket fituesit të kësaj miqësoreje. Ja shihni, ndërkaq ende nuk është asgjë e qartë, 10 pikë nuk janë shumë në basketbol. Skuadra e Sigal Prishtinës ka ditur të bëj kthesa në rezultat, e në anën tjetër do të mundohet skuadra vendase të ruajë këto e përsi dhe ta përfundoj me fitore këtë miqësore me qëllim që të përfitoj prestigj para fillimit të kampionatit. Shohim tani atje skuadra e Sigal Prishtinës në tentim për të shënuar, mirë po kanë gabuar lojtarët e Sigal Prishtinës BC, të cilët nuk kanë udhëhequr topin si duhet dhe takon tani topi lojtarëve të skuadrës së Bashkimit. Artingashi. Gjëmja Artingashi, Shataovici. Është Sissoko nga pozita ballore. Shënon Sissoko pikën e tij të 8, 68 me 5-6. Hasani. Rugova sërish Edmond Azemi. Bukur tani Hasani në krahun e gjatë, për mrekulli është shmangur. I është shmangur Sissokos, mirë po nuk ka arritur të shënoj. Përfundimi jo si duhet, gjithçka pozitive. Dhe tani udhëheqje e gabuar e topit nga ana e Samir Shaptaovic, ashtu thot gjyqtari Azem Hoxha. 68 me 5-6, 12 pike përsi në të mirë të ekipit të Bashkimit, ekip kyçës i vjet, për dallim nga viti kaluar, pra është përforcuar më tepër. Dhe sigurisht që edhe synimet do të jenë më të mëdha, patëm rast të përcjellim gjatë transmetimit edhe bisedën që zhvillua me zotin Gjurgjalo, Bujar Gjurgjalo, ushtruesit e tyre së kryetarit të klubit basketbollistik Bashkimi, Samir Shaptaovici. Nuk arrin tani atje Shaptaovici ta kontrolloj topin si duhet dhe përfundon topi jashtë dijes fundori, takon skuadrës së Sigal Prishtinës 68 me 58. Dy me 2 është rezultati në çerekun e 4. Kanë kaluar 1 minutë e 50 sekonda. Nuk ka arritur të shënojnë nga një pozitë ballore Edmond Azemi, i cili mbetet në kuotën e 9 pikëve. Trolli. Sissoko. Shaptaovici. Edhe 4 sekondat gjuan më në fund Shaptaovici, por nuk arrin të shënoj. Bukur atje mbulohet nga Edmond Azemi, i cili tani është në pozitë për të shënuar, mirë po atje pengohet në ja pikërisht nga ky basketbollist, nga Kovine Sissoko. Basketbollist pra, që thamë, dhe si duke tani 5 gabime personale ka shkaktuar Sissoko apo jo, atje reflekton 5 gabime personale. Dhe ja më në fund largohet nga loja për shkak të 5 gabime personale basketbollisti Kovino Sissoko. Dhe me duar shtrokitje përshëndetet nga shikuesit e pranishëm, i cili shpreh pakënaqësinë e tij në këtë mënyrë. Ka dashur të luajë deri në fund të takimit, e në vijën e gjuajtjeve të lira është Edmond Azemi. Shënon pikën e 10 kapiteni i Sigal Prishtinës. Në tentim për Edmond Azemin, edhe kësaj radhe i sakt. Kushtohet e përsia në 8 pikë, 68 me 60 edhe 7 minuta 38 sekonda deri në fund të takimit. Shaptaovici. Artingashi. Diagonale për Valentin Spacin, cili ka përballë Fisnik Rugovën. Ganit Rugovën ishte në fakt ky nuk ka arritur të shënoj, atje tani e përmirëson Spacin Artingashi nga një pozitë mjaft e vështirë. 70 me 60, sërish 10 pike përsi në të mirë të ekipit vendes. Hasani,
Granit Rugova. Podvorica. Rugova. Tenton ka një distancë mjaft e largët dhe nuk ka arritur të shënojë, mirë po topi vjen deri te Podvorica. Pisnik Rugova, tani Pisnik Rugova të tonë për treshe, mirë po edhe ky i pasakt. Edhe ky i pasakt të rëmbejnë topin e lojtarët e Bashkimit, pikërisht Shaptahoviqi. Gashi. Shaptahoviqi edhe 4 sekonda duhet të gjuaj atje. Bukur tani ka asistuar, për mrekulli ka asistuar për basketbollistin Stefan Hajnes, i cili kësaj radhe nuk arriti të shënoj pikë. E në anën tjetër tani blokade suksesshme Hajnesi ndaj Edmond Azemit. Ndalet tani në mënyrë të palejueshme, ka shkaktuar gabim personal Podvorica ndaj Shaptahoviqit, i cili do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. 17-60, 6 minuta 7 sekonda deri në përfundim të këtij takimi. Si duket diçka mos marrëveshje me kërkojnë tavolina zyrtare jashtë një Sigal Prishtinës, kërkojnë që loja të fillojë nga vija fundore, por në anën tjetër Shaptahoviqi ka shënuar nga tentimi i tij i parë. Pika 13 e Shaptahoviqit në çerekun e tretë nuk ishte shënuar, ishte jashtëzakonisht efikas në çerekun e parë të takimit dhe ja tani pika e 14 e tij, 72-60, 12 pike përsi. Hasani. Granit Rugova, Pisnik Rugova, Edmond Azemi, nuk arrit të pasoj as për Granit Rugovën e as për Muhamet Hasanin, kështu që topi përfundoi e tani ja se si e shfrytëzojnë këtë pakujtësi të mbrojtjes së skuadrës së Sigal Prishtinës dhe arrin të shënoj Hajnes. Ndërsa kundërpërgjigjen me njëherë basketbollistët e Sigal Prishtinës përmes Pisnik Podvoricës. Pika 7 e Podvoricës, 74-62, 5 minuta e 27 sekonda deri në fund të takimit. Edhe një ndërhyrje tjetër e palejueshme e Granit Rugovës. Valentin Spaçi. Samir Shaptahoviqi. Bulohet mirë nga Edmond Azemi. Edhe 3 sekonda duhet të lirohen lojtarët e Sigal Prishtinës. Me njëherë duhet të gjuajnë në qasën e fundit, gjuan Spaçi, mirë po nuk ka arritur të shënoj. 74-62 mbetet rezultati. Hasani. Edhe njerë Hasani i shmanget Artin Gashit dhe nga një pozit mjaft e vështirë nga krahu i majt ka shënuar pikën e